jemi në fund të listës me një diferencë nga tjerët për paraburgimin, pra për burgosjen e njerëzve pa gjyq. Dhe numri i njerëzve që gjenden sot në burg në Shqipëri, pa qenë akoma të dënuar, të cilët në kuptimin e Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe të konventës europiane për të drejtat e njeriut, është më i madh se numri i atyre që janë në burg të dënuar. Pra këta janë të pafajshëm sipas Kushtetutës dhe sipas konventës së drejtave të njerëzit, por janë në burg. E dini ju sa janë këta? Nuk e dini. Sepse tenxherët, fjalën burg, fjalën vjedhje, fjalën hajdut, e kanë si kripën piperin edhe salcën në çdo lloj gjelle. Ne kemi 4.492 qytetarë në burgjet shqiptare. A e besoni dot ju që nga këta vetëm 1.895 janë të dënuar? Çfarë është kjo? Nuk po hy tek tjetra. Jemi vendi më skandalos i Këshillit të Evropës për nivelin e dënimeve. Jemi vetëm me Rusinë mbrapa, por Rusia u përjashtua nga Këshilli i Evropës. Po nuk po hyte kjo. Po ju them që kemi 1.895 të dënuar, ndërkohë që kemi 4.492 të burgosur. Pra në Shqipëri, fal edhe jush tenxhereve politike dhe mediatike, nuk ka të pafajshëm, por ka të dënuar para se të dënohen, qysh në momentin që dyshohen. Pa e kuptoni që është kjo? Për këtë vend që e ka kaluar një herë këtë traumë, juve fatmirësisht keni qenë shumë të vegjël ose s'kishit lindur atëre, po e ka kaluar një herë këtë traumë ky vend. Dhe çfarë tregon kjo shifër? Kjo shifër tregon që në Shqipëri probabiliteti që ti të gjendesh në burg si i dyshuar është më i lartë se sa probabiliteti që ti të shkosh në burg si fajtor. Kjo është shifra. Dhe ky është vetëm njëri nga faktet, edhe pse është më rrënqësi. Këshilli i Evropës ka bërë më pas një dokument të tërë për paraburgimin. Për çdo njeri që beson tek dinjiteti i tjetrit, ai dokument është alarm. Sepse në fund të ditës, sensi i drejtësisë është që më mirë 100 të fajtor jashtë se sa një i pafajshëm brenda. Ky është sensi i drejtësisë demokratike. Nuk është që kap e fut njerëz brenda edhe shohim nesër a jeni as jeni fajtor. Çfarë ngelet atyre njerëzve që kalojnë në këtë kalvar të llahtarshëm? Dhe nuk po flasim fare herë për këta që janë në kalvarin e tenxhereve. Flasim për ata me cilët tenxheret s'merren fare. Njerëz të zakonshëm të këtij vendi kalojnë në atë kalvar dhe në fund fare ose nxirren se ju ikin të gjitha llojet e afateve të paraburgimit dhe janë shumë nga këta,
ose dalin pa fajshëm. Qa ngelet? Qa është kjo histori? Si që nga kjo është një vënd në mes të Europës që do të bëhet nesër vëndi Bashkimit Evropian, individi mos ketë të drejtën e një gjyqi. Qa është kjo? Dhe çfarë thot Këshilli i Evropës, nuk e them unë. Thot që në Shqipëri vendosen masa sigurimi ekstreme pa arsyetim të mirëfillt se pse duhen vendosur. Dhe përdoren rëndom, thot, shprehet përbën rrezik për prishje provash, përbën rrezik për ikje. Këto janë muhabete kot. Çdo lloj mase duhet argumentuar specifikisht. Nuk është automatike. Që me që Muhamet Veliu është shefi i sektorit, atëherë ky mund të intimidoj varësit e vet, se është shef. Jo. Duhet të thuash konkretisht për Muhamet Veliu. Çfarë provash ke ti, çfarë dyshimesh ke ti për këtë? Dhe nuk japin asnjë dhënë, fare zero, hiç. Pastaj vim tek graviteti i veprës. Dhe këtu do ta mbyll këtë përgjigje gjatë për ty, se do pres natyrisht përgjigjet e tjera. Por vim tek graviteti i veprës. Dhe dua t'ju jap prap pak shifra që janë këto janë të vërteta, këto nuk janë, mund të ketë një pasaktësi, po janë të vërteta, nuk janë gjysmë të vërteta. Për t'ju treguar juve, atyre që janë të interesuar, se sa e gënjeshtërt, se sa e shëmtuar, se sa e lik, është gjithë kjo tymnaj, si pas cilës Shqipëria ka arritur kulmin e korrupsionit. Dhe po i referohem tani rasteve të institucioneve që merren me korrupsionin. Korrupsioni në radhë parë është një vepër më vete. Okej? Pra, është e definuar. Jo çdo kush që hetohet dhe akuzohet nga prokuroria speciale ka bërë korrupsion. Ka dhe vepra të tjera. Shpërdorimi i detyrës për shembull është një vepër të cilës ju kthye dhe vetë Bashkimi Evropian së fundmi. Sepse është një term ku futen thesi madh, i thonë këta këtu. Futen njerëzit kollaj fare. Me kollaj lëkur më të madh, sidomos kur jeton në një periudhë kur të gjitha llojet e tenxhereve hidhen përpjet me gjithë kapak për burg, shpërdorimi i detyrës është me kollaj lëkur më të madh. Dhe Bashkimi Evropian ju kthye tani me kërkesë të Gjermanisë. Jo vetëm të Italisë, sepse Italia kërkonte prej kohësh. Dhe ka dalë një direktive re për ta ripar këtë nocion, për ta specifikuar këtë nocion. Pse? Sepse kushtetuta thot janë 3 pushtete të pavarur nga njëri tjetri. Pra, drejtësia është e pavarur nga ekzekutivi, po dhe ekzekutivi është i pavarur nga drejtësia. Dhe cila është pavarësia ime? Cila është pavarësia e një kryeministri, apo e një ministri, apo e një funksionarit lartë? Është pavarësia për të marrë vendime. Tek marrja e vendimeve nuk vjen dot një prokuror të thot pse ti e vendose kështu. Dhe nuk e vendose ashtu. Kjo është një katastrofë. Dhe kjo gjë ka ndodhur. Nëse vendimi është një vendim i cili ka një prapavi
qëllimshme, jo pa dashje, të qëllimshme, për të përfituar në mënyrë të palishme, apo për të sjellë një dëm në mënyrë të vetishme, këtu unë nuk jam i pavarur, këtu është pavarësia e drejtësisë që vjen tek unë. Këtu ndahen këtu. Tani, qysh nga fillimi i këtij kapitulli të drejtësisë speciale. Janë 37 raste. E dini ju sa raste nga këto 37 që përfshin natyrisht funksionarët niveleve ndryshme. E dini ju sa raste nga këto 37 i përkasin viteve të mandatit parë e të mandatit dytë të kësaj qeverie, të kësaj magjorance. Janë rreth 80%. Në ndërkohë që vetëm një pjesë e vogël e tyre janë raste që lidhen me periudhën e mëpastajme.